E kam bërë vetëm një herë, babai abuzues pranon se ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij. Detajet ronditëse janë bërë publike nga ngjarja e rënë në Patos, ku një baba 36 vjeçar ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij të mitur vetëm 12 vjeç. Burimet policore bëjnë me dije se denoncimi në polici është bërë nga vetë mitura pasi është shoqëruar në komisariat pas njoftimit të fëmijëve. 12 vjeçaria në prani të psikologes ka pohuar se është përdhunuar nga babai i saj, ndërkohë ajo ka thënë gjithashtu se ka ndodhur edhe një vit më parë kur familja ndodhej në Gjermani, por ka pranuar gjithashtu se ka qenë abuzim sistematik që në moshën 5 vjeçare. Ndërkohë babai i saj, 36 vjeçari Zamir Meta, ka pranuar se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij, por ka ndodhur vetëm një herë. Aktualisht e mitura ndodhet në Tiranë, në qendrën rehabilituese Liliu. Sa kaq nëna e vajzës, duke folur për media, të shprehur se vajza ishte larguar nga banesa në orën 4 të mëngjesit dhe ka shkuar tek fqinjët pasi dyshohet se ishte përdhunuar nga jati. Gruaja 30 vjeçare ka treguar se vajza është abuzuar sistematikisht që në moshën 5 vjeçare dhe kishte sjellje agresive, por nuk i kishte treguar askujt për këtë ngjarje të rëndë. Jam nënë e 7 fëmijëve. Mbrëm ka ndodhur një ngjarje e rëndë në orën 04. Më njoftuan vajza e dytë që ka ikur vajza e madhe nga shtëpia, u ngrita dhe nuk e gjeta vajzën, njoftova policin. Policia i gjeti vajzën, ajo kishte treguar që babai e kishte përdhunuar. Kur shkova në polici, mora vesh çfarë i kishte bërë babai. Goca nuk më fliste fare, ishte acaruar, zihej me vëllezrit e motrën. Vajza kaloi në depresion se u detyrua u largua nga banesa.